fshati, këzojnë e punojnë, se gjithë së bashku. Ndërtuesi, ndërtuesi. Mirë mëngjes të gjithëve. Pako këtu për Bobin. Një Pako! Sa dua ta di se çfarë është. Përshëndetje të gjithëve. Shiko çfarë solli zoti Dixon për Çfarë Bobin. mendon ti se është Wendy? Nuk e kam iden, Bal. Mirëmëngjesi, skuadra. Oh, mirë, pas ka ardhur Pakoja. Çfarë janë ato, Bob? E po huta që... Oh, mirëmëngjes, fermeri Pickles. Përshëndetje, Bob. Mendon se mund të vishe të rëzosh murin e vjetër për mua sot? Oh, më vjen keq, por nuk mundem. Kam premtuar të vendos një pajisje uji për zonjën Potts. Mund ta bëj unë për ju, fermeri Pickles. Unë mund të gjej kohë tani para dite. Oh, kjo do të ishte fantastike, Wendy. Shihej me më vonë atëherë. Oh, nuk mund të pres, Bob. Çfarë ka në Pako? Është një statuj që do ta vendos në mes të shatrivanit të zonjës Potts. Dëgjoj, përse nuk mundoheni të gjithë të gjeni se çfarë statuje është ajo? Unë mendoj se është një siren. Unë mendoj se është një far deti. Jo, kryelart, Rolej, keni ndonjë ide? Unë nuk e di. E di on. Unë mendoj se është një ros. Të lumt, Balt. Është një ros. Po u sa po tharë se ajo ishte. Ros pisanjose. Po, një ros pisanjose me fat. Sa bukur shkon. Mirë, gërmues, ti mund të vish me mua tek fermeri Pickles dhe Balta mund ta çoj Bobin tek zonja Potts dhe pastaj kthehet të pastrojgurët. Balta tha ros pisanjose. Apo më dëgjon, Bal? Guret. Po, mirë, Wendy. Balt, mund ta marrësh rosën. Unë po e paketoja. Utaqe, ti mund ta marrësh këtë? A mundemi ta bëjmë? Po, ashtu them dhe unë. Wendy, je e sigurt që mund ta shëmbim këtë mur? Mos u shqetëso, gërmues, nuk do të jetë e vështirë. Ky është një mur i vjetër, kështu që duhet të shëmbet lehtë. Dakor, fillojmë atëherë. Oh, të lumt, gërmues. Faleminderit, Wendy. Tani, gjithçka që duhet të bëjmë është të grumbullojmë gurët që Balta ti marri dhe ti çoj ato tek meturina. Ti duhet ta marrësh dhe këtë dhe ta çosh në kopësh, Balt. Pa çfat me rosën, Bob. Oh, Balt, mos harro të... Oh, tepër vonë. Shpresoj ta mbaj mend të çoj gurët tek mbeturinat për Wendyn. Përshëndetje, Bob. Rosa ime, pas kam bërritur. A nuk është e mrekullueshme? Me shumë ngjyra, zonja Potts. Mirë. Tani, do të doja shatërvanin tim së bashku me rosën time të bukur, atje pas luleve të mia. Oh, jo! Gurët! Ka ndonjë gjë që nuk shkon, Bob? Më falni, zonja Potts, u mrekullova kaq shumë nga rosa juaj e bukur, sa që harrova gurët për shatrivanin tuaj. Bëj mirë ti telefonoj Wendyn. Oh, është një punë e shkëlqyer ajo që ke bërë atje, Wendy. Oh, faleminderit, fermeri Pickles. Oh, më falni. Alo? Këtu, Wendy. Ç'kemi, Wendy? Jam Bobi. Nuk ke për ta besuar, por harrova gurët për shatrivanin e zonjës Potts. Oh, mos u shqetëso, Bob. Ne mbaruam këtu që kështu gërmuesi mund të t'i sjell. Shkëlqyshëm. Faleminderit, Wendy. Më duhet të iki. Më duhet të çoj ca gur tek mbeturina. Atje te janë ca gur, Bal. Oh, po. Mirë, faleminderit kryelart. Mund t'i hedh ata? Po, ti munde. Po, unë kështu mendoj. Ç'kemi gërmues, ç'kemi Wendy? Ne kaluam shumë mirë tek fermeri Pickles. Dhe gërmuesi është shumë i zoti në shëmbjen e mureve. Oh, rrofsh, Wendy. Po më mirë të vazhdojmë pasi Bobi po më pret. Kështu që merri ato gurët, gërmues. Oh, ata janë zhdukur. Jam e sigurt se ishin pikërisht atje. Mos u shqetëso, Wendy. Balta sa bëj mori. Oh, kjo ishte zgjuar nga ana e tij. I madhi Balt. Ç'kemi, Balt? Çfarë ke në koshin tënd? Vetëm një ngarkesë me gur të vjetër shat. Fantastike! Është? Po, ne mund të bëjmë një lojë. Kush do të bëjë spërkatjen më të madhe? Si e luan ti atë? I hedh ata tek ai liçen i vogël atje. Unë nuk mendoj se duhet ta bëj shat. Hajde, Balt. Do të jep gallat. Por unë supozohet t'i çoj ata tek mbeturinat. Po nuk e përse të shkosh aq larg. Hajde, po të lë ty të fillosh i pari. Balta po vjen, Bob.
ai nuk do të vonohet. Jam me lumtur që kjo u zgjidh. Wendy? Po, krye lart. Gurët që ishin këtu? Po, krye lart. Po, Balta I mori ata për tek mbeturinat. Gurët e zonjës Poc? Ti do thuash që Balta e ka quar gurët e zonjës Poc të mbeturinat? Unë kështu mendoj. Shpejt gërmues, mundo të kapësh Baltën dhe ta ndalësh atë. Pa problem, Wendy! Si thua për këtë? Bëjmë brapa. Ka për qenë një spërkatje shumë fort. Dakord, Balt, rada jote. Hurra! Jo kesh. Po shikoj një këtë timen. Ja, tek po vjen. Çfarë thua për këtë? Kjo ka për qenë spërkatja më e madhe që ka ndodhur ndonjëherë. S'ke për ta kaluar kurrë. Në rregull, ja dhe Chelsea Shatrivanit u vendos për bukuri, por nuk mund të bëj më shumë pa vendosur gurët. Përshëndetje, Bob ndërtuesi. Oh, Bob, jam Wendy. Na është bërë një lëmsh I vogël. Pse? Çfarë ka ndodhur? E po, Balta ka marrë gurët që ishin në obor për t'i çuar tek mbeturinat në vend të atyre nga muri I fermerit Pickles. Oh, jo. Po kam dërguar gërmuesin për ta gjetur, kështu që shpresoj të arrijë në kohë. Ruhu për këtë tjetrën, Balt. Ka për qenë gjigande. E po, duhet këtë pasur diçka që nuk shkon me atë gurë. Po marrë një tjetër. Çfarë ka gërmues? Gurët që morën nga obori ishin për Shatrevanin e zonjës Poc. Oh, jo! Nuk ke vajtur ende te mbeturinat? Jo, por... Bë shumë mirë atëherë, shkojmë. Prit pak, ku janë gurët? Shat... Më falë, gërmues. Ne I hodhëm ata në liqen. Ne po luanim kush bën spërkatjen më të madhe. Oh, mos! E dija që nuk duhet ta kisha bërë atë. Mos u shqetëso, Balt. Ne duhet gjejmë disa gurë të tjerë nga në një vend tjetër. Po, për nga ku? Di unë, nga muri vjetër I shembur. Fermerit Pickles nuk I duen më ata gurë, mund I përdorim ne. Shkëlqyeshëm, shkojmë shpejt. Mirë, Balt, janë mjaftueshëm. Dakord, gërmues. Më shkoni, më prisni dhe mua. Falë zotit që gërmuesi erdhi tamam në kohë. Bob... Prit një minutë, Balt. Këta nuk duken si gurët e zonjës Poc. Bob, unë... Nuk ka kohë për shpjegime tani. Hajde, kemi një shatrivan për të përfunduar përpara se zonja Poc të kthehet. Përshëndetje, Bob. Mendova se mund të të duaj ndihmë. Oh, faleminderit, Wendy. Më duket mua, Bob, apo I kam parë ata gurët diku tjetër më parë? Ndoshta do të mendohesh 2 herë radhës tjetër përpara se të hedhësh gjërat në liqen shat. Po, më falë, Bob. Dhe ndoshta ti duhet të tregohesh më I vëmendshëm radhës tjetër, Balt. Po, Wendy, më fal, Wendy. Vetëm shpresoj që zonja Poc ta pëlqejë shatrivanin e saj. Ajo po vjen! Zonja Poc po vjen! Oh, Bob! Duket I mrekullueshëm. Më bëhet qefi që ju pëlqen zonja Poc. Mos ndoshta do të donit të kishit nderin të ndiznit shatrivanin? Mirë, Bob. Unë kam kënaqësinë ta shpall Shatërvanin të ndezur që tani. Asgjë nuk ndodhi, nuk po funksionon. Bëj kujdes, shat. Kujdes? Kjo, me siguri duhet jetë spërkatja jote më e madhe në jetën tënde, shat. Wendy krye larti, bashkojnë të gjithu. Bobi dhe grupi, kënaqen pa mas. Së bashku punojnë, ne hale dhe gaz. Ndërtuesi, ndërtuesi. Il qartë zogu
Çfarë është kjo aromë e mirë? Janë këto lulet. Kryelarti dhe gërmuesi do të më ndihmojnë të bëj një ekspozit lulesh në Town Square. Çfarë një expo? Expo? Ekspozit lulesh, kryelart, është për ta bërë qytetin më të këndshëm. Do të vendosim këto shporta nga shtylla e dritave dhe këto bim në një kopësht lulesh. Një kopësht lulesh? Është ajo ku lulet shkojnë të luajnë? Oh, shumë për të qeshur, Balt. Bob, mundesh ti dhe Balta të shkoni të rregulloni gardhen e fermerit Pickles? Delet e tij vazhdojnë të dalin jashtë. Në rregull, Wendy. Mirë, Balt. Ti shko merr këta drurë gardhi dhe tela dhe të fillojmë të ikim. A mundemi ta bëjmë? Po, ne mundemi! Po, ashtu them dhe unë. Përshëndetje, zonja Percival, çfarë po bëni? Unë po vendos një poster për t'ju treguar të gjithëve për shfaqjen e shkollës, Shat. Tani do të luajmë 3 moskotjerë. Oh, çfarë është një moskiter? Moskotjeri është një hero trim dhe sypatrembur i cili i mbron njerëzit nga dëmtimi. Oh, ata kanë qenë kaq të pamshëm, me veshjet fine dhe me thirrjet e tyre të trimërisë. Një për të gjithë për një. Dhe